Skena fillon me një moment shumë të tensionuar. Mine ka pësuar një aksident dhe ndodhet e shtrirë. Ndërsa njerëzit rreth e saj janë në panik, Alia përpiqet të marrë situatën në kontroll dhe u thot të tjerëve të mos e prekin Minen, duke insistuar se do të merret vetë me gjithçka. Ajo e thret disa herë me zë të lartë dhe i kërkon ta shikojë drejt për ta parë nëse është në gjendje të mirë, ndërsa Sadakat shqetësohet për gjendjen e foshnjës. Papritur mbërrin e xhmel, bashkë me familjen e tij, i habitur përse ky aksident ka ndodhur pikërisht pranë shtëpisë së tij dhe përse ata ndodhen aty. Për një moment, ai kujton se telefonata me Minen u ndërpre papritur nga dikush, sipas tij, e vërteta po përpiqet të fshihet. Exmel nuk e fsheh zemërimin dhe u thot atyre të largohen, duke i sfiduar dhe duke i bërë të ndihen fajtor për gjithçka që ndodhi. Në fund ai thot se do të pres zonjën Mine të dalë nga spitali, sepse dëshiron të flasë me te dhe të dëgjojë të vërtetën nga goja e saj. Ai është i bindur se ajo do të tregojë diçka shumë të rëndësishme që mund të ndryshojë gjithçka. Ndërsa kjo skenë është një moment shumë i tensionuar mes Xhianit dhe nënës së tij Sadakatit. Xhiani është i lodhur nga presioni dhe konfliktet që kanë shpërthyer pas aksidentit të Mines. Ai thot se nëse do të vazhdojnë kështu, ai do të shkojë dhe do të tregojë gjithë të vërtetën për atë që ndodhi. Në atë moment, atmosfera bëhet më e rëndë, ndërsa Sadakat i rrëfen Kajës Denares se Mine ka dokumente që faktojnë se Borani është djali i xhmelit. Ndërsa Xhian fillon të tregojë se çfarë ndodhi në të vërtetë në këtë aksident. Ai shpjegon se kishte shkuar për të folur dhe për të zgjidhur situatën me qetësi bashkë me Minen, por gjatë debatit situata doli jashtë kontrollit. Ai tregon se Mine u drejtua me shpejtësi me makinë drejt Ajlës dhe donte ta përplaste. Në atë moment, Xhiani reagoi, ai hipi në makinën e tij dhe goditi makinën e Mines në mënyrë që Ajla të mos dëmtohej. Xhian thot se nuk kishte zgjidhje tjetër, sipas tij, ishte e pamundur të rinte dhe të shikonte nëse Ajla do të vritej. Ajla del para familjarëve dhe ju jep lajmin ndronditës. Gjendja e Mines është shumë kritike dhe duhet të futet menjëherë në operacion. Ajla shpjegon se Mine ka një hemoragji të madhe dhe placenta është këputur nga muri i mitrës. Kjo do të thotë se duhet bërë menjëherë një operacion për të shpëtuar të paktën një nga jetët. Ajo thotë se do të përpiqet të ndalojë gjakderdhjen dhe nëse operacioni shkon mirë, ka mundësi të shpëtojnë edhe Mine edhe bebja, por nëse gjakderdhja nuk dalet, ekziston rreziku shumë i madh që Mine të humbas jetën. Ajla thekson se prioriteti i saj si mjeke është jeta e nënës. Këto fjalë ndezin një debat shumë të ashpër mes familjarëve. Alia dhe të tjerët përpiqen të kuptojnë situatën, ndërsa emocionet shpërthejnë. Sadakati reagon ashpër dhe thot se nëse është e nevojshme, bebeja duhet të jetojë. Ajo nuk pranon idenë që të sakrifikohet fëmia. Kjo e zemëron më shumë Xhianin. Ai shpërthen dhe i thot se nuk mund të flasë kështu, sepse bëhet fjalë për jetën e Mines. Debati bëhet edhe më i rëndë. Sadakat akuzon se Mine nuk ishte e mirëpritur që në fillim dhe se kjo situatë nuk duhet të kishte ardhur deri këtu. Ajla e tronditur dhe e zemëruar i kujton se, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ajo po përpiqet të shpëtojë jetën e një njeriu që madje ka tentuar t'i bëjë keq. Në spital, Xhiani sheh papritur gruan që pa tek varri i vëllait. Ai drejtohet dhe i thot se duhet të flasin patjetër për diçka shumë të rëndësishme. Ai i kujton asaj se ajo i kishte thënë se në vend të varrit të Boranit ishte dikush tjetër. Kjo fjali e ka shqetësuar shumë dhe tani kërkon një shpjegim. Ai e pyet drejt për drejt pse e tha atë gjë dhe nëse ka ndodhur ndonjë gabim. Me një ton serioz dhe plot dyshim, ai kërkon të ndalet dhe të tregojë të vërtetën. Por sapo gruaja përpiqet të thotë diçka, ndihet keq papritur dhe Xhiani e çon menjëherë tek një mjek. Edhe pse Mine është e lënduar fizikisht dhe emocionalisht, Sadakat nuk ndalet. Sadakati, ti nuk u bëre nënas për 3 ditë, unë të thash që do të arrisja të fëmijë. Po tani çfarë ndodhi? Sikur të kishe përdorur mendjen, do ta kuptoje çfarë vlere kishte ai fëmijë për ty. As nën nuk u bëre, as nuk arrite ta mbash atë që kishe në dorë. Shiko tani çfarë ndodhi, humbe gjithçka. Në atë moment, Ajla dhe Xhian përpiqen të ndalin Sadakatin të vazhdojë të lëndojë akoma dhe më shumë Minen. Mine në gjendje shumë të rënduar emocionale, pasi ka humbur fëmijën e saj, dhimbja dhe zemërimi e bën të shpërthej kundër Xhianit. Ajo akuzon drejt për drejt
duke i thënë se ai është përgjegjës për vdekjen e fëmijës së tyre. Sipas Mines, në momentin e aksidentit, Gianni zgjodhi të shpëtojë Alien dhe jo atë dhe foshnjën e tyre. Për këtë arsye, ajo beson se ai sakrifikoi jetën e fëmijës së tyre. Mina është jashtë kontrollit nga dhimbja dhe vazhdon të fajsojë, duke thënë se nëse ai do të kishte zgjedhur ndryshe, fëmia e tyre do të ishte ende gjallë. Por Gianni kërkon Mines të heshtë, ai kujton asaj se ajo është ende gjallë, fal Aliës. Gian përpiqet ta bindë se askush nuk deshi që gjërat të përfundonin kështu dhe gjithçka ndodhi për një moment. Por dhimbja e Mines është shumë e madhe dhe ajo nuk arrin ta pranojë këtë shpjegim. Në një tjetër zhvillim shumë të tensionuar të episodit, Edgemel përballet me Naren dhe akuzon hapur se familja e saj po fshet diçka shumë të rëndësishme. Me një ton kërcënues, ai i thot Nares se është i bindur se ata po përpiqen në çdo mënyrë të ndalojnë Minen që të tregojë të vërtetën. Sipas tij, pas gjithë këtyre ngjarjeve, fshihet një sekret i madh që mund të ndryshojë gjithçka. Edgemel e paralajmëron Naren se nuk do të ndalet derisa të zbulojë të vërtetën. Ai është i vendosur të zbulojë çdo gjë që familja e saj po përpiqet ta mbajë të fshehtë. Pas kësaj përballje, dyshimet fillojnë të rriten edhe brenda familjes. Shahini fillon të dyshojë tek Nare dhe e pyet drejt për drejt se çfarë sekreti po fsheh. Ai kërkon të di pse Nare po sillet në mënyrë kaq të dyshimt dhe çfarë është ajo e vërtet që nuk po e tregon. Nga ana tjetër, Sadakat merr kontrollin e situatës në spital. Ajo i jep urdhër të prerë njerëzve të saj që askush të mos lejohet të hyjë në dhomën e Mines. Ajo gjithashtu urdhëron që edhe jashtë spitalit të vendosen njerëz të besuar për të vëzhguar situatën. Në fund ajo i jep urdhrin e qartë, në momentin që Edgemel të shfaqet në spital, duhet të njoftohet menjëherë. Sadakat është e vendosur që para se Mine të dalë nga spitali, dokumentet që ajo ka në dorë duhet të merren me patjetër. Ajo thot me vendosmëri, ato dokumente duhet të merren me çdo kusht dhe vetëm atëherë kjo çështje do të marrë fund. Ajo e quan Minen një gjarë përhelmues dhe thot se nëse ato dokumente që ajo bie në duart e Edgemelit, e gjithë familja do të shkatërohet. Në atë moment, Gianni kujton nënës së tij një të vërtet shumë të rëndë. Dikur ishte vetë ajo që e solli Minen në konak dhe e trajtoi si një njeri të rëndësishëm të familjes. Ai e pyet me zemërim se çfarë ka ndryshuar tani, si është e mundur që gruaja që dikur donte ta vendoste në konak, tani është gati ta çojë në varr. Sadakat nuk jep një përgjigje të qartë, por tensioni mes tyre rritet edhe më shumë. Në fund Gianni vendos një kufi shumë të qartë. Ai i thot nënës së tij se askush nuk do të dëmtohet dhe se ajo nuk duhet të prek askënd. Pavarësisht përpjekjeve të familjes për ta izoluar Minen, Edgemel nuk ndalet. Ai gjen një mënyrë për t'i dërguar asaj fshehtas një telefon, në mënyrë që të mund të flasë drejt për drejt me të. Mine pranon të flasë me të dhe biseda mes tyre bëhet shumë e rëndësishme. Edgemeli i thot se e di që Gian dhe familja e tij po përpiqet ta ndalojnë të tregojë të vërtetën dhe i ofron mbështetje. Por kjo mbështetje ka një kusht të qartë. Mine duhet të jetë në anën e tij. Ai le të kuptohet se nëse bashkëpunon me të dhe tregon sekretin që ajo di, ai do ta mbrojë dhe do ta ndihmojë kundër familjes së Gianit. Ndërsa biseda vazhdon, papritur në dhomë hyn Alia. Ajo e dëgjon një pjesë të bisedës dhe e kupton menjëherë se Mine po flet me Edgemelin. Alia reagon menjëherë, ajo ja merr telefonin nga dora Mines për ta ndërprerë bisedën. Megjithatë, ndryshe nga sa pritej, Alia vendos të mos i tregojë Sadakatit për këtë telefonat. Ajo mbulon situatën dhe nuk e tradhton Minen.